Në skenën e teatrit Migjenit të Shkodrës u shfaq premier komedia Kërkohet një tenor me regji të Armand Boros, një bashkëprodhim e teatrit kombëtar dhe atij Migjeni që u mirëprit nga publiku. Ngjarjet zhvillohen në vitet 30 dhe në qendër të komedisë është një natë vetme fatale në një teatër opere, ku një tenor i famshëm zhduket pak para fillimit të një shfaqjeje madhështore. Nga aty nis një zinxhir ngatërimesh, identitetesh të dyfishta dhe vendimesh të pamenduara që sjellin një sër situatash absurde dhe komike. Një menaxher i dëshpëruar, një asistent i ndrojtur dhe një grup personazhesh me ego të mëdha përfshihen në kaos që garanton të qeshura. Kjo është një komedit më të suksesshme në botë, por duhet pranuar që është një komedi argëtuese. Ne jemi përpjekur të sjellim pak problematikat e provincës, që ka kompleksitetin e qytetarëve që jetojnë në provincë në raport me ata që vinë nga jashtë apo që vinë nga qendra. Dhe me ikin e tyre prapë rikthehet trishtimi i jetës vazhdueshme monotone. Klu është një shfaqje e cila është një farsë që ka pafund lëvizje nga fillimi në fund, ka situata dhe mund të shkojë keq çdo gjë në sensin e organizimit, dhe ka patur një punë shumë voluminoze nga Armand Bora, nga regjizori, edhe nga gjithë trupa për ta realizuar. E shkruar nga Ken Ludwig, kjo pjesë është përkthyer në 17 gjuhë dhe vënë në skenë në 25 vende.